Në kullën veneciane të Durrësit, u zhvillua një mbrëmje letrare muzikore për nder të 125 vjetorit të vdekjes së poetit të rilinjës tonë kombëtare, Naim Frashëri. Ti Shqipëri më jep nder. Titulli Naim Frashëri in memoriam solli një udhëtim poetik ku arti dhe muzika u ndërthuar me trashëgiminë e tij të pavdekshme. Mbrëmja u realizua me interpretimin e trupës së teatrit Aleksandër Mojsiu dhe me pjesëmarrjen e Ylka Mujos dhe Ndriçim Xhepës, të cilët sollën me ndjeshmëri vargjet e poetit. Është vërtet kënaqësi që të lexosh, të recitosh vargjet e tij, aq më tepër që kemi një farë kohe që nuk e kemi recituar. Dhe kështu që kur kalojnë shumë vite, atëherë malli bëhet, dëshira bëhet akoma dhe më e madhe, bëhet akoma dhe më e ndjeshme, dhe kështu që jemi shumë të kënaqur që të gjithë që jemi këtu. Ajo është kënaqësia që gjendemi në këtë torë veneciane, që është vërtet ambient i shkëlqyer, tepër i veçantë dhe që i takon që ketë artistët brenda. Është dita e Naimit, të madhe të poetit tonit, dhe kënaqësi që gjendemi bashkë me kolegët e Durrësit në këtë mbrëmje të këndshme poetike. Studiuesja Rovena Vata Mikeli theksoi rëndësinë e këtij përvjetori për të risjellë vlerat e rilinjës tonë kombëtare tek brezat e rinj, duke e quajtur Naimin si figurën qendrore të rilinjës dhe bilbilin e gjuhës shqipe. Naim Frashëri, poeti ynë kombëtar, është jo vetëm krijuesi dhe figura më e shquar ose më qendrore e rilinjës kombëtare, por unë mund ta konsideroj një nga arkitektët e rilinjës kombëtare. Ai i dha zë Shqipërisë, i dha zë shqiptarëve, i dha zë gjuhës shqipe, dhe askush më shumë se sa Naim Frashëri nuk e deshi Shqipërinë, nuk e deshi shqiptarët dhe nuk e deshi gjuhën shqipe. Mbrëmja përfundoi me duar trokitje të gjata, si omazh për Naim Frashërin, që vazhdon të mbetet frymëzim për të gjithë brezat.